Eksportet bujqësore shqiptare po zgjerojnë gjithnjë më shumë në tregjet e huaja, duke pasqyruar rritje në cilësi dhe fuqizimin e fermierëve në vend. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka bërë të ditur se eksportet e produkteve bujqësore gjatë muajit gusht 2025 arritën në 34.455 ton, duke shënuar një rritje për rreth 11% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Klima e favorshme dhe mundësia për mbulimin e tregjive rajonale me potenciale të pashfrytëzuara e bëjnë Shqipërinë një vend me potencial premtues në disa sektorë dhe veçanërisht në bujqësi. Gjithashtu, produktet bujqësore shqiptare gjenden në 80 tregje ndërkombëtare. Sipas Ministrisë së Bujqësisë, toka pjellore, përkushtimi i fermierëve dhe vizioni mbështetjes së shtetit po kthehen në një forcë që mbërrin në tregjet ndërkombëtare si garanci cilësie dhe histori suksesi, duke forcuar çdo ditë më shumë markën. Ndërkohë, në totalin e eksporteve, ato që udhëheqin dhe që kanë kërkesën më të lartë nga konsumatorët e huaj janë fruta, perimet e freskëta shqiptare. Ndër produktet më të eksportuara janë ato sezonale si domate, tranguj, sallata, shalqi, pjepër e të tjerë. Rritja e eksporteve të produkteve shqiptare tregon një pasqyrë të rritjes së cilësisë dhe fuqizimit të fermierëve në vend. Gjithashtu, rritja e qëndrueshme e produkteve bujqësore reflekton punën dhe mundjen e fermierëve shqiptar për njohjen e markës në tregjet ndërkombëtare, duke përmirësuar në mënyrë cilësore produktet me të cilat konkurrojmë në tregjet ndërkombëtare. Nga ana tjetër, produktet shqiptare përgjatë sezonit veror zënë një vend të rëndësishëm edhe në tregun e brendshëm, duke furnizuar jo vetëm kërkesën konsumatore vendase, por edhe të turistëve të huaj, të cilët kur vizitojnë Shqipërinë janë më të orientuar drejt prodhimeve lokale.